Në oborrin e Katedrales së Shkodrës u organizua një panajër me punë artizanale dhe krijime të ndryshme të realizuara nga të rinjt me aftësi ndryshe. Pjesa e 3 qendrave familjare që ofrojnë mbështetjen dhe shërbime në këtë kategori, aktiviteti u zhvillua me iniciativën e rinisë së Katedrales në bashkëpunim me këto qendra, me synimin për të promovuar dhe mbështetur personat me aftësi ndryshe, si dhe përcjelljen mesazhin e barazisë dhe përfshirjes në shoqëri në prag të festave të Pashkëve. Në kuadër të festës së Pashkëve, ne besimtarët katolik kemi filluar javën e madhe dhe për 3 ditë me radhë ne të rinjtë e familjesë Zoja e Shkodrës kemi menduar që të thirrim edhe organizata të ndryshme që të ndihmojnë fëmijëve që janë me aftësi të ndryshme dhe këtu kemi 3 shoqata që për 3 ditë me radhë si paradite ashtu dhe pasdite po shesin punimet e tyre. Pra e kemi bërë këtë gjë që edhe ato të ndihen si gjithë të rinjtë e tjerë. Qëllimi i panajirit ishte që edhe këto fëmijë me aftësi të ndryshme të shprehin talentin e tyre, pra të ndihen si të gjithë fëmijët e tjerë. Panajiri zgjati për 3 ditë me radhë dhe tërhoqi interes të lartë nga qytetarët, të cilët patën mundësi të njihen nga afër me punimet të realizuara me përkushtim dhe kreativitet nga të rinjtë pjesëmarrës.